Po vazhdoni shoqëroheni me emisionin Ekspres dhe tani është koha e rezervuar për bisedën në studio. Sot do të flasim dhe do të shpalosim më shumë detaje rreth edicionit të 16 të festivalit Polep që po organizohet në kryeqytet. Por fillimisht ne po ju urojmë mirëseardhje mysafirës tonë. Këtu me mua është Florida Kastrati, zyrtare për komunikim. Përshëndetje Florida, kënaqësi që të kemi në Ekspres për herë të parë. Përshëndetje Dona dhe faleminderit për ftesën. Atëherë, me që jemi fare në fillim të bisedës dhe jemi shumë pranë për me nisë edicionin e 16 të Polipit, na trego si kanë shku përgatitjet në përgjithësi për këta edicion? Përgatitjet kanë shku shumë mirë, tashmë veç jemi gati, ekipet se kanë me ardhë ekipet më thëmë prej shteteve të ndryshme, prej Belgjikës, Vecejonis, jo në aeroport, edhe pëthujse edhe në teatrin kombëtar ka nisë skenografia me u vendos, kështu që ana tjetër e logistikës, e-mailat e këto vetë se jënë kry, tash veç po i presim ekipën edhe me ardhë audienca publiku, me shiqu shfaqet. Tjetër, është një program goxha i pasur, e keni shpalosur tashmë online, po që do doja të ndalëshim pak këto për ta shtjeluar për shikuesit tonë. Pra, me çfarë aktivitete do të karakterizohet edicioni 16 i Polipit? Po, edicioni i 16 i Polipit, si vjetë ka temën kujdo që i bëhet vonë, çka për çështjen e ambientit, do më thonë fokusohet të ambienti edhe të kriza ekologjike, edhe programi i përmban 3 pika kryesore, ndërtojnë 3 shfaqje të huaja që kanë marrë prej shteteve partnere që Qendra Multimedia vetë se ka bashkëpunim me ato teatro nga Evropa, edhe ka një diskutim, që ai diskutim po ashtu ka me përmbajt panelist nga vendi edhe nga këto shtete partnere. Dhe me thonë, këto tema që janë, këto shfaqje teatrale, gjitha lidhen me temën e ekologjisë, edhe kanë skenografi artistike, bashkohore, edhe janë me të vërtet interesante, edhe kanë edhe përkthimin në gjuhën shqipe, kështu që janë shumë më të qasshme për audiencën kosovare. Po të flasim pak më shumë për temën, çfarë synoni me bartët e publiku përmes kësaj teme si vjetë edhe si erdhët deri tek përzgjedhja, pra e patë si diçka shumë aktuale për të diskutuar dhe për të trajtuar në një edicion të plot të një festivali? Po, është temë shumë e rëndësishme, faktikisht, sepse lidhet me realitetin tonë të përditshëm, me degradimin urban, me ndotjen e ajrit, me mungesën e hapësirave të gjelbërta, brishtin, edhe gjitha këto pastaj na shtyn që me zgjedhë si temë mjedisin edhe me fol ma shumë për ta, sepse është vetë jeta jonë, është shëndeti publik edhe me vu në qendër nga periferia, siç vazhdon me qenë periferi, edhe pse shumë flitet ndoshta, por kur vim të veprimet, ka ma pak veprime në këtë temë. Për këtë arsye, kemi vendosur që me zgjedhë, më thonë, temën e ambientit. Pastaj edhe Qendra Multimedia ka qenë bashkëpunim me disa, si që përmenda, disa shtete evropiane, edhe me këto shtete jemi kontu që tashmë 3 vjet jemi kontu diskutu për temën e ambientit, edhe ato i kanë bo disa shfaqje për temën e ambientit, edhe kanë reflektu, dhe më thonë, këtë temë, kanë shkru kritika, analiza, tash pse jo ti bime edhe këto shfaqje në Kosovë, të diskutojmë matutje se qysh ta bojmë një krahasim, qysh po diskutojnë ato për ambientin, në më thonë shtetet e tjera, e qysh po diskutojmë na, kështu që me bo një lloj analize. Patjetër, po ka qenë vështirë ndoshta me i sjell pikërisht këto shfaqje në vendin tonë, ti e përmendet që ju vazhdoni, Qendra Multimedia ka pas kontakte të vazhdueshme ndoshta me këta individ, po që megjithatë do të prezantohen për herë të parë para publikut në Kosovë, apo jo? Para publikut në Kosovë, po, para publikut në Kosovë janë për herë të parë, janë pothuajse premier në Kosovë, por natyrisht në vendet e tyre kanë pasur premierat pak më herët, po nuk ka qenë edhe e vështirë, se tash edhe komunikimi po është shumë i lehtë online, do me thonë jena vetë se bashkëpunëtor që një kohë gjatë, ndoshta kjo pjesa administrative, doganat e këto disa probleme që dalin gjatë rrugës, ato natyrisht që janë të menaxhueshme, edhe pse nganjëherë dinë me ta shtyp procesin, po pjesë tjera nuk ka qenë e vështirë, sepse fatmirësisht tash edhe që jemi të bashkëpunuar edhe me liberalizimin e vizave, shumë me shtetet evropiane, edhe po diskutohet, domethënë edhe teatri i Kosovës, edhe kanë dëgjuar edhe ata për Kosovën, edhe sa jemi të bu punë në skenën teatrale, edhe janë gjithmonë të hapur për me ardhur në Kosovë dhe me bashkëpunu me organizatat tona.
Polipjen të kaluarën e dim se ka pas bashkëpunim me Teatrin Oda sa i përket lokacionit ku i ka mbajt aktivitetet, po që si vjet me qenë se Oda është në renovim, po besoj që është në rëndësi për shikuesit tanë që ti tregojmë se ku mundën me ndjek të gjitha këto aktivitete. Po, natyresht. Atëherë, këto aktivitete fillon qysh nesër, kjo e para, Judith Six, është shfaqja e parë teatrale që munden me ndjek në amfiteatrin e teatrit kombëtar. Pastaj, natën e dytë, me të premtën, me 15 maj, e kemi Tehani 2 Robertve prej orës 6 një diskutim me panelist. Pastaj e kemi njëjtën natë, e kemi një shfaqje teatrale që është në orën 8, ajo është te burgu i Idealit. Një lokacion shumë interesant. Lokacion shumë interesant, edhe po ashtu është i kufizum sa i përket vendeve, kështu që nxitani me i bo rezervimet. Edhe natën e 3 të shtunën është lokacioni prap teatri kombëtar. Do më thonë, na u ka dasht me një farforme edhe e di që edhe teatrit kombëtar po menoj menaxherve, ata që kanë koordinu, me mëngjesh pak programin se ka pas i krejtjen fokusu në teatrin kombëtar, se s'ka pas hapësira mjaftueshëm publike. Kosovës edhe ashtu i mungojnë hapësira të tilla, po që tani me renovime si të teatrit kombëtar, si të galerisë, si kemi mbetur edhe me më pak mundësi. Edhe me më pak, po na jemi kreativ gjithë, edhe më vjen mirë kur dëgjoj edhe kur folim me njerëz ndërkombëtare të ambasada, ose thonë interesant se ju nuk keni hapësira, keni shumë probleme, po prap e gjeni një zgjidhje dyqysh. Improvizimin e kemi. E kemi pikë të fort. E kemi pikë të fort, po, definitivisht. Çdo organizatori një festivali apo çfarë do ngjarje tjetër në vendin tonë e din se si është me u përballë me tulifar sfidash, po që të gjitha për ne janë botë te i kalueshme, kështu që po besoj që kemi mësuar shumë nga këto përvoja edhe në kushtet vështira. Po du pak me u ndalë edhe prapë te kjo ngjarje që do të jetë burgu Idealit. Pse ky lokacion? U bë përgjedhja nga ju, nga ekipi organizativ, apo si? Po, u bo përgjedhja nga ekipi organizativ, sepse këtë herë, si që thash, ka pas pak munges të hapësirave. Nuk është që, zakonisht mundohemi që lokacioni mund të lidh me temën e shfaqjes, po në këtë rast nuk ka të bëj shumë shfaqja me lokacionin, mirë po, si që thash, mungesa e hapësirave, edhe pasaj që ky bashkëpunimi që Qendra Multimedia vjet ka pas edhe par vjet, edhe gjithmonë gati bëjmë diçka në bashkëpunim me këtë hapësirë, atëherë edhe si vjetë e kemi përdor këtë bashkëpunim, do me thonë. Po mbrëmja e diskutimit që do të zhvillohet në Hani 2 Robertve, çfarë do të diskutohet aty, në çfarë forme do të zhvillohet ky panel? Po, atëherë në këtë mbrëmje kam u diskutu çështja e ambientit në kontekste të ndryshme teatrale. Ka me pas shkrimtar, ka me pas drejtar të pavarët teatrit, ka me pas edhe kritik teatrin në diskutim, po pasaj edhe publiku ka me mujt me normalisht me fol edhe me bo pyetje pas këti paneli, po çështja kryesore që kam u diskutu, ka me konë që kjo qysh ekologjia po trajtohet, ambienti po trajtohet në skenat të ndryshme teatrale, nga pikpamje të ndryshme, nga kritikët e teatrit, nga shkrimtarët ndoshta, nga krijuesit e teatrit tjerë, edhe qysh peshe publiku që në vendin e vetë është çështja e ambientit të shku, ose që mund ndërthur që kjo pastaj me realitetin. Florida, po du me të pyet ndoshta një opinion kështu tëndin personal, e dim që je bë së vonë me pjesë e Polipit, po kjo ndoshta është pikrisht të bën edhe personin e duhur me ta parashtruar këtë pyetje, çfarë mendon se e karakterizon këtë edicion, por edhe Polipi si festival në përgjithësi? Okej, faleminderit. Tash Polipin si festival në përgjithësi, çka e karakterizon, unë mendoj që është i veçantë, pse edhe u kriju moti, po edhe e ka pasat evolucionin e vetë prej fillimit se njëherë u konë letërsi, tani gradualisht u bo edhe publikime, ka pas që në Kosovë në atë kohë nuk ka pas nështë ta shumë të poezive, të autorve kosovar, ka pas i u ka dhonë hapësirë dramaturgëve të rinj, për me shkru diçka, tani ka evolu në
taman edhe në hapësirë për shfaqje teatrale të huaja. Edhe si vjetë, çka e bën veçantë është që ka çdo shfaqje teatrale, domethënë ndërkombëtare, që nga ta besoj kishmi mujt me shkëmby përvoja artistike edhe me pa qysh po e bojnë ata teatrin edhe me mësu diçka, domethënë prej këtij procesi. Po në ndërkohë, për Polipin vazhdon me qenë si synim kryesor dhe një hapësirë e madhe me ju jep edhe të rinjve, apo jo? Po, Polipi është edhe hapësirë edhe për të rinj, edhe sidomos këtë vetë jemi fokusu shumë të studentat, kemi full vetë këtë anën e marketingut pak me të audiencës, me thirë shumë studenta, jemi mundu me full me profesor të arteve edhe të letërsisë shqipe, që mi dhun hapësirë të rinjve, se ashtu kështu edhe njëra prej shfaqeve, po ashtu është e bame prej një treje, që ajo e sheh qysh me trajtu që temën e ambientit si millennial që pëthojnë ashtu në terma të internetit, edhe normalisht gjithmonë jemi mundu mi dhonë hapësirë edhe studentëve edhe këtë vetë, po presim që kanë me ardhë ma shumë student, jemi fokusu mi thira ata ma shumë. Pa tjetër. Mirë, po besoj që i shpalosëm të gjitha nëse kemi harru diçka me thonë, një resht mundësh me... Ndoshta veç kisha thonë që nëse doni me rezervu vendin sa më herët, me na shkru te Qendra Multimedia në Instagram, ose në emailën tonë info@qendra.org, do me thonë që atë muni me i rezervu sa bileta doni mi po, edhe gjithçka që doni tjetër me po, me kuptu ma shumë, mund webfaqe Qendrës Multimedia, në rrjetet sociale, veç shkrunani edhe na ju ndihmojmë çka do që keni nevojë. Mirë, faleminderit shumë Florida, ishte kënaqësimet pas në emision dhe në këtë bashkëbisedë, suksese me këtë edicion të festivalit, po gjithashtu suksese me rrugtimin të ndri. Faleminderit shumë Dona, ishte kënaqësi edhe për mua. Kënaqësi.